Ndotja e ajrit, grimcat PM, gazrat e shkarkuara nga automjetet me naftë, metale të rënda nga industria, komponime të ndryshme nga djegja e drurit, qymirit, naftës, janë klasifikuar si kancerogjene të grupit të parë, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Hulumtimeve për Kancerin. Sipas iniciativës O2, problemi me ajrin e ndotur nuk është vetëm ekologjik, por përfaqëson krizë shëndetësore. Sipas tyre, RMV për vite me radhë është në krye të listës në Europë për sa i përket numrit të vdekjeve për shkak të ekspozimit ndaj PM2.5. Në vitin 2023 kishte 222 persona për 100.000 banor në rrezik. Ajrin e ndotur në vendin tonë, siç thonë ata, e shkaktojnë mungesa e stacioneve matëse, mosmatja e metaleve të rënda, mungesa e masave për ngrohjen, trafikun, industrinë dhe ndërtimtarinë. Dhe në këtë drejtim akuzojnë pushtetin se nuk ka ndërmarrë asgjë dhe pse kur ishin opozit kërkonin mjete më shumë nga buxheti për këtë gjë. Përqendrimet maksimale të lejuara ditore dhe vjetore të ndosëve në ajre të përcaktuara nga vendi ynë dhe BE-ja janë arbitrare, nuk bazohen në mbrojtjen e shëndetit, por janë të bazuara politikisht edhe ekonomikisht dhe për këtë arsye janë shumë më të larta. Sipas tyre, grimcat PM2.5 që janë më të rrezikshmet, në dimër janë deri 18 herë më të larta, kurse jashtë sezonit të ngrohjes janë 3.5 herë më të larta. Grimcat PM10 në dimër janë 7.5 herë më të larta, kurse në verë 2.5. Shkupi thot hulumtimi i tyre është në krye të listës për ajër më të ndotur, por përqendrimet e larta ka edhe në Tetov, Kavadar, Kërçov dhe Ohër. Ata gjithashtu e kritikojnë masën e qytetit të Shkupit për inverter, pasi siç thonë me 40 deri 50.000 anvisëri që ngrohen me dru subvencionohen nga 200 inverter. Kjo sipas tyre nuk është masë, është alibi dhe se nëse vazhdohet me këtë tempo, problemi do të zgjidhej për një shekull.